Pas 5 ditësh intenzive garash, plot ritëm, pasion dhe emocione, turneu ndërkombëtar WTT Feeder Prishtina 2025 u përmbyll me ndeshjet finale në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Pjesëmarrës nga gjithë bota, nga kontinentet më të ndryshme, sjellën energji unike dhe nivel të lartë konkurrence në këtë edicion të dytë të organizuar në zemër të Kosovës. I mean, I've had a few tough matches, but yeah, surprisingly I won some matches surprisingly easy. Yeah, I didn't expect this, but so far it's been a very good experience for me here. Yeah, it's very important because in Europe we don't have so much tournaments, so it's very nice. And also it's in the city center, so we can enjoy a bit. We can go to a restaurant, walk a bit in the city, so it's quite a nice tournament. Përveç nivelit të lartë të garës, turneu u veçua për organizimin shembullor, mbështetjen institucionale dhe angazhimin e stafit, sponsorëve dhe vullnetarëve. Kanë qenë 9 ditë plot emocione, plot gara. Kemi filluar me grup mosha 3 me Youth Contender, pastaj kemi vazhduar me garat në feeder prej 3 qershorit deri në 7 qershor. I patë edhe ju ishit dëshmitar të ndeshjeve të nivelit shumë të lartë botror. Dhe kjo është hera e dytë që ne organizojmë ngjarje të tilla dhe sigurisht në diskutimet që i kemi pasur me pjesëmarrës që kanë qenë prezent për gjatë këtyre ditëve, na ka dhënë motiv shtesë që të vazhdojmë në organizimin e ngjarjeve të tilla dhe po ashtu të punojmë edhe më tepër në masovizimin e ping-pongut dhe në promovimin e ping-pongut. Dhe është lejuar një qasje e lehtë të gjitha shteteve edhe që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Përshtypjet e tyre kanë qenë tepër pozitive gjatë qëndrimit këtu, sidomos mikpritja jonë, ushqimi dhe çdo gjë tjetër që e ka përcjell këto 2 evente dhe shpresojmë që vitin tjetër numri të jetë edhe më i lartë. Spektatorët patën mundësinë të përjetojnë duele dramatike në të gjitha kategoritë, nga ndeshjet individuale tek çiftet e përzierë, e deri te përballjet e fuqishme të çifteve meshkuj e femra. Këto 5 ditë kanë shkuar shumë shpejt, kemi pasur ndeshje jashtëzakonisht të mira, të forta, pritshmëritë kemi pritur se sportistët tanë do të mund të kalojnë në fazë matutje, mirë po për shkak të konkurrencës jashtëzakonisht të madhe, ata kanë dhënë më të mirën prej tyre, ndërsa sa i përket sportistëve të tjerë, është ajo ku është prit. Përgjithësia ata favoritet kanë ecur tutje. Fondi i çmimeve është $30,000. Nga ato $30,000 të gjithë pjesëmarrësit në ligës bëhet shpërndarja, secili ka pjesën e vet që i takon bazë kalkulimet që i ka bërë VTT-ja, po nga ne jepet për secilin fitues, vendi i parë dhe i dytë, jepet një plakat me mbëshkrimin e Prishtinës. Sipas profesionistëve, koordinimi dhe drejtësia në gjykim ishin në standarde shumë të mira ndërkombëtare. So far, everyone is happy, player is happy, coaches, match officials, referees, they did very good job, everything is going very well. And we are so happy in Pristina. And I'm so happy for the level of the local umpires, local referees. They are improving day by day, and they are show that here the level it's very good for the referees. Turneu kulmoi të dielën me duelet finale në disa kategori, ku më të mirët e ping-pongut u përballën për trofete shumë pritura. Te meshkujt fitues doli lojtare nga Japonia, Kazuhiro Yomishura, që fitoi ndaj Suedis. So amazing this tournament. Every day my performance is very nice, and this tournament, I believe my table tennis play. Nice city, and the weather also, and the food, and this hall also, and there's many people this city. So, very nice guy, very nice girl, everybody very nice man and woman, very like this city, Kosovo. Japonia shfaq një dominim të dukshëm në çiftet e femrave, ku dyshja Sakura Yokoi dhe Hitomi Sato luajtën me një bashkëpunim të shkëlqyer dhe teknik të lartë, me një lojë të qetë të kontrolluar, duke siguruar fitoren dhe duke vërtetuar edhe një herë nivelin e tyre të lartë në këtë disiplinë.